Një grua 50 vjeçare bëri 5.000 kilometra për të takuar dashurinë e saj. Por ajo që ndodhi më vonë është vërtet drithëruese. Mire, do t'i lutesha që ta dëgjoni deri në fund, sepse këto gjëra deri kur I ndodhin dikujt tjetër, ju mendoni që ama se s'ka gjë, se nuk ndodhin, ne jemi të fortë, ne jemi ku ta di unë. Por dëgjojeni deri në fund sepse ndonjëherë është vështirë që të kuptohet se kë njohim tej një telefoni apo tej një kompjuteri. Kush është rastisht e t'i bëj like faqes, që të shihemi sërish, ju falenderit pafund dhe më falni që e them gjithmonë, por ka raste që hyjnë të rinj dhe nuk e din akoma, ose thjesht e neglizhojnë. Për mua është një diferencë e madhe që nëse ju I bëni like faqes, të shihemi sërish, juve nuk ju kushton asgjë. Para disa viteve, para një vit e gjysmë, jo disa viteve, një grua nga Meksika, Blanca Arellano, kështu quhej, ajo njohu dikë në internet. Një djalë të ri, po djemë të ri si gjithmonë, janë në Siberiu. Dhe ai duke u tallur me të dal nga dal derisa e bëri që ajo të dashuroj fort, të dashuroj shumë. Bile her pas here I dërgonte dhe para, dhe një ditë vendosi që të shkonte të takonte, sepse ai ishte lutur disa herë. Ç'është e vërteta, Blanca dëshironte që ai të shkonte tek ajo. Mirë po ai nuk shkoi kurrë, përkundrazi ai fshihej pas një kompjuteri, pas një telefoni. Fotot ishin të tijat, por me një emër tjetër. Dhe ai bëri ç'është e mundur që ajo të shkonte dhe të takonte. Kishte përgatitur çdo gjë, qelbësira. Çdo gjë kishte përgatitur. Dhe sapo ajo mbriti, sepse ajo kishte bërë një analizë, ç'është e vërteta, përpara se t'ju them këtë, kishte bërë një analizë. Dhe ai kishte kërkuar se çfarë grupi të gjaku kishte. Jo vetëm grupin e gjakut, duhen edhe informacione të tjera të ADN-s për të qenë kompatibël me dikë. Por ati pak rëndësi ishte për të, sepse ati I interesonte vetëm trupi I saj dhe çfarë gjaku kishte. Ajo I tregoi gjakun. Nejse, por kur ajo shkoi atje, pra në Lima, sepse iku nga Meksika në Lima, e prisin aty. Ai ishte përgatitur me shok të tjerë. E futën në një makinë dhe e çuan tek një kasap. E dëgjuat mirë. Jo tek një mjek, por tek një kasap. Dhe kasapi e bëri copa, sepse ky e vrau fillimisht, dhe kasapi e bëri copa. Dhe pjesët e trupit I shitën. Ajo që më bëri më shumë që të më vinte për të vjellë, ishte që prokuroria, në vend që të arrestoj njerëz të tillë, akoma kërkon fakte. Është turp I madh. Që të kërkosh fakte për një krim të tillë, një krim që është fare I hapur dhe një krim kaq barbar. Një grua 50 vjeçare që të katandiset e tillë. Pse? Shiko, shitja e organeve bëhet në shumë vende të botës, por në një forum të tillë është merr, sepse ajo priste që të takonte dashurinë e saj, të dashur atë që ishte dashuruar. Dhe ai e preu në bes. Përveç se e preu në bes, e vrau, e coptoi. Pra I mori jetën. Dhe ndonjëherë, sepse ç'është e vërteta, ne nuk dim kë takojmë në rrjetet sociale. Nuk dihet. Shiko, po ti vini re, po thuaj në të gjitha faqet. Unë vëre, po thuaj çdo ditë, sepse kur kam kohë, kur vendos në një video, ndonjëherë lexoj edhe në një koment. Dhe po ta shikoni, në të gjitha portalet, ka me qindra account fake account. Dhe sepse fillon të shan njerë, ti kur e blokon një, ai futet prap me një account tjetër. Sepse është e njëjta formë, pra e njëjta mënyrë sharjeje, e njëjta formë e mendimit. Dhe aty e kupton që është I njëjti. E para njerë, çfarë kërkon? Në qoftë se nuk të interesojnë këto gjëra, vazhdo punën tënde, vazhdo rrugën tënde.
s'ke pse ofendon njerëzit, s'ke pse bezdis të tjerët. Gjithsekush e mendon ashtu, gjithsekush ka rrugën e tij. Por kryesorja është që ti, në qoftë se do humbasësh kohë me tjetrin, do thotë që ti ke hequr orët jetës tënde, i ke hequr kohën jetës tënde. Dhe ti do e harxhosh kohën për tjetrin dhe jo për vete. Në këtë rast ke humbur. Kjo është matematik, është jeta, e tillë është jeta. Pse duhet të humbasësh kohën me këtë? Nuk të pëlqen, vazhdo rrugën tënde. S'ke pse insiston akoma. Pra, njerëz të tillë ka pafund. Merreni me mend tani që mes tyre ka dhe psikopat. Ka vërtet psikopat. Kjo nuk është fantazi. Këto gjëra ndodhin për ditë. Për shembull, psikopat siç kanë vëre që shkojnë dhe ngacmojnë gratë e martuara, motrat, gocat e vogla, ose ngacmojnë njerëz të tjerë pa asnjë kriteri, pa asnjë respekti, pa asnjë çfarë të them, njerëzillëku, fare. Shkojnë edhe me fjalë nga më të pistat. Pse? Pra, në radhë të parë, them pse për këta, por unë juve që takohemi për natë këtu, ja u them që ta dini, që t'ju rikujtoj edhe njerë që ka njerëz të gjitha formave. Bile ka nga ta që përveç se janë psikopat, por janë edhe njerëz që të ftohtë, që nuk u pëlqet shumë qose ofendojnë dikë ose vrasin dikë. Dhe këta as që nuk humbasin kohë me ty apo me mua apo me këdo, shkojnë aty dhe shkojnë me një piksynim që t'i gjejnë dikë për ta hequr qafe apo për ta ku ta di unë. Bëjnë këtë punë. Kështu që bëni kujdes. Nuk janë fantazi këto. Bile kam parë që, sepse duhet të dini që TikToku me Facebookun, me Instagramin apo me YouTube i ndryshon shumë. TikToku është krejt ndryshe. Dhe aty mund t'i gjeni një pafundësi të këtyre njerëzve. Dhe që ju nuk do t'a dini kur se çfarë mendimi ka. Ndaj, shpesher është mirë që mos takohesh me njerëz të tillë, sepse nuk i njeh. Për ju e kam, e përsëris. Blanka ishte, ndoshta vjen një moshë si punë asaj që ishte arritur, ishte bërë 50 vjeçe dhe thoshte hajde do bëj jetën time, do formoj një jetë, por ti duhet ta vësh në provë tjetrin, nëse ai me të vërtetë është njeri ashtu si thuhet, me fjalë është njeri që të do apo njeri që të respekton, dhe ta vësh në provë. Dhe po ta vini re në të gjitha këto vendet e botës së tretë, qoftë afrikan, meksikan apo peruvian apo ku ta di unë, e kanë mendimi i parë që vjen se si t'ja hedhë njërit apo tjetrit. Bile maj mend edhe një pjesë e shqiptarëve ishin dikur kështu. Shpresoj jo tani, por dikur një pjesë e shqiptarëve ishin kështu. E njëjta gjë. Sepse, si për shembull disa marokin apo disa vende tjera, sepse e shtyn ignoranca. Në radhë të parë është fukaralloku, por pastaj edhe ignoranca. Por ignoranca luan një rol të rëndësishëm sepse ti nëse je i varfër, ke dhe ignorancë, sepse ku do ta marrësh ti informacionin? Ne që ikëm nga Shqipëria, ne dikur na dukej sikur ishim të zgjuar, po nuk ishim. Na duke sikur ishim një hap me botën, por nuk ishim. Vetëm duke u ballafaquar me botën, me njerëzit, me zhvillimin, atëherë ti kupton se çfarë niveli ke. Dhe ne e hoqëm këtë për vite me radhë, sepse për shumë se 20 vjet, na thoshin, ja erdhën këta. Këta e ndacakët. Kurse me kalimin e kohës, u bindën, sepse ne i bindëm, por duke qenë në të njëjtin hap me ta. Pra, kur je në të njëjtin hap me të zgjuarit, sepse me budallënjt të gjithë janë njësoj. Ti, me një fjalë, nëse je mes budallënjve, nëse ka 5 budallënj, edhe ti shoqërohesh me 5 budallënj, ti do jesh budallai i 6. Nëse do shkosh dhe do shoqërohesh me njerëz të zgjuar dhe
matematikan apo ku ta di unë, ti do jesh i zgjuar i gjashtë. Bile në qoftë se ti do shoqërohesh me të fortë, për shembull, ose me njerëz me influencë, politikan po flas, ose me njerëz të pasur, që janë të pasur, ti do jesh, ndoshta nuk do jesh i pasur si ta, por si do qoftë ti do bëhesh i pasur, sepse do marrësh nga ta. Pra, varet në çfarë ambienti jeton njeriu. Dhe në këto zona është e kotë që të më thotë njëri, sepse njëri lexoj disa komente i thonë, çfarë po thuat i ne jem, është e kotë. Ignoranca, fukarallu ko sjell ignoranca, dhe ignoranca është pikërisht kjo. Pra, kujdes këtë takoni, sepse ndodh që në raste të tilla mund të takoni, shpresoj jo, raste ekstreme që t'jenë njerëz që vrasin, por mund të takoni një që humbisni kohën kot. Sepse në rrjetet sociale tashmë nuk ka më njerëz si atëherë, që të ketë njerëz realist, por tani janë të gjithë falso. Sepse ti i takon në një vend falso, pra në internet. Duke qenë një vend falso, edhe njerëzit bëhen falso. Nëse i vini re, ata që takoni në rrjetet sociale, askush nuk është i rregullt. Askush. Të gjithë gënjejnë, të gjithë janë formë. Pra nuk kanë një forum të drejtë për drejtë. Mos më shikoni mua këtu tani, sepse unë hiqeni nga mendja këtë, sepse unë këtu jam thjesht si në shtëpinë time. Ato që kam unë, ja u them juve dhe kaq, dhe mjafton, kështu që ju më njihni. Okej? Por sa njerëz që nuk i shihni vetëm disa foto, disa video të shkurtra, ose nuk flasin fare, disa prej tyre ju nuk i njihni. Pra, është vështirë që t'i njohësh, jo vetëm nuk i njihni, por është vështirë t'i njohësh. Kështu që unë ja u thash sepse bëni kujdes, thash këto gjëra ndodhin pothuaj për ditë. Kanë ndodhur dhe vazhdojnë të ndodhin. Kështu që shpresoj që mos i ndodhin juve, dhe meqense sot lexova një tjetër artikull për dikë tjetër këtej nga Gjermania, rast i ngjashëm, atëherë thash mirë, po ja u kujtoj edhe një herë miqve të mi, sepse ju dua fort. Ju përqafoj, natën e mirë dhe bëni kujdes, okay? Hajde, natën.